Muzika, vallëzimi dhe zëri shkrihen në një frymarrje të përbashkët. Skena bëhet vendlindje një momenti historik për kulturën. Në këtë format të premten dhe të shtunën brëma në sallën AMC Hall në Obiliq, një bashkim i paprecedent i 3 institucioneve më të rëndësishme të kulturës në Kosovë, Filharmonisë së Kosovës, Operës së Kosovës dhe Baletit Kombëtar të Kosovës, ka sjell për publikun një nga veprat më madhështore të repertorit klasik botror, kantatën skenike Carmina Burana të kompozitorit gjerman Carl Orff. Me këtë vepër, Filharmonia e Kosovës e përmbyll sezonin përpara se ta bjen edhe një vepër të komisionuar në fund të qershorit. Në dirigjimin e mjeshtrit japonez Toshio Yanagisawa, me koreografi origjinale të Tony Candeloros, me përfshirjen e solistëve ndërkombëtar dhe një trupe të gjerë artistësh vendës, kjo shfaqje është ndruar në një moment të rrallë dhe historik për jetën kulturore të Kosovës. Të mbështjell nga tingujt e fuqishëm të orkestrës dhe zërat e korit, publiku ka përjetuar një natë ku arti nuk ka qenë thjesht performancë, por një përvojë kolektive e lartësuar nga pasioni, përkushtimi dhe bashkimi institucional. Në sallën gjysmë të errësuar të AMC Hall, skena është ndruar në një univers të tensionit dramatik dhe harmonisë kolosale. Nga të dy anët e saj, koristët kanë qëndruar në pozicione të lartësuara, të vendosur në formë amfiteatri, ndërsa në qendër, orkestra e Filharmonisë ka krijuar një strukturë të dendur tingujsh që është përhapur fuqishëm në ajër. Drita e zbet dhe tymi i lehtë i skenës kanë krijuar një ndjesi mesjetare e mitologjike, ndërkohë që trupa e baletit ka sjellë lëvizjen në mes të këtij peizazhi të ndërtuar me precizitet muzikor. Në sfond, një projektim fluid dhe abstrakt ka shtuar dimensionin vizual të veprës, duke bërë që çdo moment të duket si pjesë e një rritje të madh të përbashkët. Publiku ka përjetuar një natë ku arti është bërë një përvojë kolektive që ka kapërcyer kufitet të zakonshmes. Në ritmet e Carl Orffit me kantatën e kompozuar më 1936, bazuar në tekstet të dorëshkrimeve të mesjetës, Carmina Burana është një ndër veprat më të njohura të muzikës klasike. Hapet dhe mbyllet me pjesën O Fortuna, një hem dramatik për pafuqinë njerëzore ndaj fatit. Midis këtyre kulmeve zhvillohen tema që prekin natyrën, dashurinë, epshin dhe jetën si festë e përkohshme. Këto përmbajtje kanë marrë jetë përmes një interpretimi shumë dimensional në skenën e Obiliqit. Dirigjenti japonez Toshio Yanagisawa, emër i shquar në Filharmoninë e Kosovës, për herë të parë ka bashkëpunuar me baletin në një vepër të tillë, e ka cilësuar përvojën si befasuese dhe emocionale. I'm so exciting now, so I just finished conducting. Jam shumë emocionuar sa po përfundova dirigjimin e Carmina Buranas dhe jam i befasuar. Kori ishte jashtëzakonisht i mirë, orkestra dhe kori i fëmijëve, gjithashtu edhe baleti. Është hera ime e parë që bashkëpunoj edhe me balet, andaj jam i befasuar sepse ishte shumë i bukur, nganjëherë shumë i fuqishëm. Dhe është një ndjesi shumë e mirë për mua. They are very beautiful, sometimes very strong, and it was so nice feeling for me. Dardan Selimaj, ushtrues detyre i drejtorit të Filharmonisë, ka theksuar për masën e rrallë të këtij bashkëpunimi institucional. Carmina Burana është një prej veprave më ndoshta të popularizuara të repertorit klasik. Është moment me të cilin Filharmonia e Kosovës e përmbyll sezonin përpara se të sjellim edhe një vepër të komisionuar në fund të qershorit. Është vepër që e kemi interpretuar 3 vjet më parë, por jo në formatin e saj skenik. Është vepër shumë komplekse që është e vështirë për me u vu në skenë, edhe jam shumë i lumtur që kemi arrit me e sjell për publikun edhe për me e arrit një moment në cilin gjithë trupa e muzikantëve të Filharmonisë, kori i operës, kori i Filharmonisë dhe trupa e vallëtarëve të Baletit Kombëtar të Kosovës të bëhen bashkë në
në koreografin e një prej balerinëve ikonik italian, Tony Candeloro. Ai ka spikatur edhe sfidat logjistike që lidhen me mungesën e një hapësire të përbashkët. Natyrisht edhe solistët të cilët kanë qenë pjesë e natës së sotme janë jashtëzakonisht të rastishëm, solistët e trupës së baletit, por edhe ata vokali si Besa Lugici, Ivo Jordanov dhe tenori italian Federico Buzzati. Dua të them që një moment I tillë e ka pasur mundësinë ta sjellë për para publikut kapacitetin që 3 institucionet të rëndësishme të kulturës e kanë, por që e sjell në rrethana jashtë shtëpisë së tyre, ka qenë shumë më sfiduese. Unë shpresoj që kur ta risjellim herën e ardhshme, të jemi në shtëpinë tonë, edhe besoj që atëherë të jetë më e thjeshtë edhe për ne edhe për publikun, edhe për produktin dhe rezultatin final. Koreografi italian Tony Candeloro, që ka ardhur për herë të dytë në Kosovë, këtë herë si koreograf dhe jo vetëm si balerin, është shprehur thellësisht I prekur nga kjo përvojë. For me it's very important to come for the second time. First time was in December, I dancing here, and this time... Për mua është shumë e rëndësishme të vi për herë të dytë, me që hera e parë ishte në dhjetor si valltar, ndërsa tani si koreograf. Ishte shumë e rëndësishme të jem mes tyre për 2 muaj, sepse kam zbuluar një pjesë tjetër të vetes, me që të gjithë janë kosovarë, në vendet e tjera ka italian, francez, ndërsa këtu secili është I të njëjtit gjak. Për mua ishte emocion I madh sepse kur të gjithë e ndjejnë të njëjtën gjë brenda grupit, është një mrekulli, sikur ke material për ta ndërtuar një skulpturë. For me it was so a big emotion, because when all people feel the same things in group, also in solid, it's great. It's like you can take material, do sculpture, you know. Sipas tij, ky ka qenë një moment historik për skenën kosovare. Because you have a group of people who like to do it really. Sepse është një ekip njerëzish që kanë dashur të bëjnë teatr, opera, baleti, është produksion shumë I madh, krejt këto bashk është jashtëzakonshme dhe tregon dashurinë për kulturën. I përgëzoj sepse është e vështirë të shohësh në Evropë diçka të tillë në ditët e sotme dhe ky është një fillim me shumë rëndësi. Love for the culture and compliment, because normally it's very difficult now, also in Europe, to see this. And this is one start very important. Edhe solisti bulgar Ivo Jordanov ka ndarë entuziazmin e tij, duke vlerësuar lart të gjitha trupat që janë bërë bashkë për këtë natë fantastike. It's a lot of fun. It's fantastic. Ishte shumë kënaqësi, është fantastike. Kjo është muzika. Gjithashtu, kasta ishte mrekullueshme. Kolegët e mi ishin shumë të mirë. Orkestra ishte për mrekulli. Kori ka qenë mahnitës dhe prapa shpinë e kishin baletin që nuk e pam, por na kanë treguar se janë shumë të mirë. U kënaqa shumë, një natë fantastike. Jam shumë krenar dhe I lumtur që hera ime e parë në Kosovë e në Prishtinë ishte me Carmina Buranan, që është kantat që e performoj shpesh dhe e dua shumë. Në një vend ku sfidat infrastrukturore shpesh kufizojnë prodhimet skenike të përmasave të tilla, kjo shfaqje ka dëshmuar se kur ekziston vullneti, bashkëpunimi dhe përkushtimi artistik, skena e Kosovës mund të prodhojë spektakle që qëndrojnë krahas çdo shfaqjeje evropiane. Carmina Burana në Kosovë, më shumë se një koncert I zakonshëm, ka qenë dëshmi se kultura nuk njeh kufi kur përqafohet si vizion I përbashkët.